Në seancën e sotme kemi në rendite miratimin e tabelave përmbledhëse të rezultateve për qarkun Vlorë, Fier, Lezhë dhe Gjirokastër. Komisioneri shtetëror i zgjedhjeve në seancën publike të kësaj të premteje miratoi tabelat përmbledhëse të rezultateve për subjektet zgjedhore dhe kandidatët për deputet në 4 zona zgjedhore për zgjedhjet për kuvendin e datës 11 maj 2025, mes tyre dhe për qarkun e Vlorës. Pas përfundimit të procesit të vlerësimit dhe numërimit të votave, Komisionit e zonave të administrimit zgjedhor përkatëse dhe Komisioni për administrimin e numërimit dhe vlerësimit të votave nga jashtë për çdo qark plotësuan dhe miratuan tabelat përmbledhëse të rezultateve të ZAZ-ve përkatëse dhe tabelën e rezultateve të çdo qarku për votimin nga jashtë për zgjedhjet për kuvend. Zona zgjedhore e qarku Vlorë ka 10 zona të administrimit zgjedhor përkatësisht ZAZ numër 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 90. Tabelat përmbledhëse të rezultateve për subjektet zgjedhore të ZAZ-ve përfshin rezultatin e të gjitha tabelave të rezultateve të kutive të pranuara të rregullta për qendrat e votimit të tyre. Gjithashtu tabela e rezultateve për votimin jashtë vendit për qarkun Vlorë përfshin rezultatin e të gjithë procesverbaleve të rezultateve të kutive të pranuara të rregullta të këtij qarku, bashkëlidhur projekt vendimit dhe tabelat përmbledhëse për zonën zgjedhore e qarku Vlorë. Sipas tabelës përmbledhëse të rezultatit të votimit në qarkun e Vlorës, koalicioni Partia Demokratike Aleanca për Shqipërinë Madhështore ka marrë 26.162 vota, Lëvizja Bashk 1.327 vota, Lëvizja Dheu 112 vota, Partia Koalicioni Euroatlantik 742 vota, Partia Socialiste e Shqipërisë 64.560 vota, Koalicioni Nisma Shqipëria Bëhet 6.267 vota, Aleanca Kombëtare Shqiptare 333 vota, Partia Aleanca Demokracia e Re 109 vota, Koalicioni Djathtas për Zhvillim 353 vota, Partia Mundësia 5.354 vota dhe Partia Social Demokrate 1.497 vota.